Qyteti dhjetor shënoi 35 vjetorin e protestës së studentëve që rrëzoi regjimin komunist, e shënuar tashmë si dita kombëtare e rinisë. Demokratët u kthyen aty ku nisi gjithçka dhe nderuan liderin e lëvizjes së dhjetorit Azem Hajdari. Sali Berisha, protagonist atëherë dhe sot, tha se tani më është detyrë e bijve të studentëve të dhjetorit për ta vijuar misionin. Sot përsëri në këtë udhkryq të rrezikshëm në të cilën ndodhet Shqipëria, shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z. Azem Hajdari e quajti princ legjendar të studentëve. Engjujt e demokracisë, siç do t'i thrisnin ata njerëzit më të shtypur të Europës, të udhëhequr nga prisi i tyre legjendar Azem Hajdari, u ngritën me guxim të jashtëzakonshëm në Tiranë, në lëvizjen studentore për të përmbysur diktaturën komuniste. Djali Azem Hajdari, që trashëgon të njëjtin emër, zbuloi disa nga të pathonat për të Atin si politikan e si njeri. Dhe në ditët kur kaosi i momentit që solli kjo situatë dhe studentët u konfuzuan pak nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive. Studentët nuk po dinin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij, Kirin dhe Rudinën, motrën dhe vllajën tim, duke thënë që unë lë garant fëmijët e mi. 3 dekada pas thirrjes së parë për Shqipërinë si gjithë Evropa, vendi ka qelur të gjithë grup kapitull për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa idealet e studentëve të dhjetorit ende mbeten.